Devotshmëria sjell lumturinë. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Pastaj ajeti tjetër, e Zoti yt do të jep ty e ti do të kënaqesh. Bëjni të tjerët të lumtur, mos haro, miku im, lexues, se tu japësh të tjerëve buzëqeshje është begati e madhe. Zoti na dha shumë të mira. Kam pasur rastin të njoh shumë njerëz që kishin shumë të mira materiale, por nuk gjenin harmoni dhe lumturi me veten dhe të tjerët. Duhet ditur se pejgamberi Muhammed a.s. na mëson se edhe buzëqeshja është sadaka, punë e mirë ashtu si edhe largimi i një pengese nga rruga. Gjithmonë nga ajeti citati më lart, mos harroni se të mirët me mirësinë e tyre u japin tjerëve lumturi, por duke u dhënë tjerëve ata rrezatojnë më shumë pozitivitet dhe shkarkojnë ndjenjat e lumturisë duke ndjerë ato kudo. Poeti thot, lumturinë nuk e shoh tubim pasturie. Mirë po, devotshmëria është lumturi. Devotshmëria ndaj Allahut është më i miri depozit, sepse për të devotshmit tek Allahu ka çdo mirësi. Kush i ka 3 gjëra, është i lumtur realisht. Falënderimi për begatit, durimi ndaj sprovave dhe kërkimi faljes për mëkatet. Ibn Kaimi, Allahu i mëshiroft, ka thënë: kur njeriu falënderon Allahun për begatitë e tij, bën durim në fatkeqësi. Kur bën mëkat, kërkon falje nga Allahu. Atëherë këta 3 çështje janë titulli i kënaqësisë së robit, shenjë shpëtimit të tij në dunja dhe në ahiret. Prandaj, nga këto të mos shmanget robi kur dhe asnjëherë. Njeriu ka 2 mundësi, njërin që ka të bëjë me dijen teorike, dhe tjetrën është që praktikimi i vullnetshëm. Lumturia e njeriu qëndron pikërisht në plotësimin dhe përsosmërinë e këtyre 2 mundësive, dijen dhe praktikën. Mundësia e dijes përsoset duke njohur Krijuesin, Zotin e gjithësisë, emrat dhe cilësitë e tij, rrugën që të çon për tek ai, shkarjet që të largojnë prej tij. Po ashtu njeriu duhet të njohë vetveten me dobësitë dhe gambimet që ka. Me anë të këtyre 5 njohurive, arrihet përsosmëria e mundësive së dijes dhe njerëzit më të ditur janë ata që më së miri i njohin këto gjëra dhe i kuptojnë ato. Mundësia e praktikës dhe vullnetit nuk mund të përsoset vetëm se duke vënë në jetë detyrimet që njeriu ka ndaj Zotit, me vërtetësi, sinqeritet, përkushtim, ndrojtje dhe duke pranuar që nuk ja ka dhënë krijuesit e tij hakun që i takon dhe meriton. Njeriu duhet ta pranojë se nuk mund t'i përsos këto 2 mundësi, përveç se mendimin e Allahut, ai ka nevojë së tepërmi që të udhëzohet në udhën e drejtë, në udhën që ecën e uljat dhe njerëzit e Zotit. Janë disa faza apostate që sjellin lumturinë përmes devotshmërisë. 1. Devotshmëria dhe përmendja e Allahut në namaz, dhikr e meditim. 2. Shërimi me fjalën e Allahut dhe përqendrimi në të. 3. Duke udhëruar njerëzve dashuri e pozitivitet. 4. Praktikimi i hadithit që thot pejgamberi alayhis salam se çështja e besimtarit është e mirë, mendon, flet dhe vepron mirë. 5. Ndërtimi, projektimi i veprave që jetojnë dhe pas vdekjes të vazhdueshme dobi prurëse. Ndërtimi i një biblioteke, hapja një shkolle, botimi i librave, hapja dhe ndërtimi i xhamive, pusëve, qeshmeve, mejtepeve. Tu mësosh tjerëve leximin e Kuranit dhe shkencave praktike në jetën e përditshme. Tu ndihmosh të sëmurëve, të varfërve, tu japësh atyre optimizëm dhe mundësi të i kalojnë situatën. Mos përqesh tjerët, motivoj shoqërinë. Folu fjalë të mira dhe jepo mundësi bashkëpunimi në të mira njerëzve. Vizitoni njëri tjetrin dhe shkëmbeni mendime progresive. Realizoni punë të mira për komunitetin, mbjellja pemëve, pastrimi i ambientit, motivimi për lexim të librave. Mos e neglizho as për buzë as një njeri, respekto që të respektohesh, ndero që të nderohesh. Ndaloje shpifjen dhe përuljen e tjerëve. Kërkoju falje atyre që pa qëllim i ke lënduar. Përkushtoju profesionit që ke. Mos e neglizho asnjëherë, bëje më të mirën.